ujitja, për shembull, në liçenin artificial Tiranës, në veprën e Marjes, janë vendosur disa pompa, të cilat Bashkia e Tiranës i përdor për ujitjen e lulishteve aty pranë. Kështu që kjo ngarkesë kalon direkt tek turistët, tek personat që e zgjidhin për atë për rekreacion. Liçeni i Tafanëve në Belsh pret shkarkimin e të gjithë ujrave të zeza të qytetit Belshit. Ka një urë në mes, gjatë kohës që ne po bënim monitorimet, mezi që ndrohej nga aroma e keqe dhe na ndaluan disa banorë, disa fermerë të zonës dhe na thanë aman bëni diçka sepse ne ujisim me këtë ujë. Domethënë, ai është një ujë që rrezikon direkt shëndetin e atyre fermerëve që e përdorin, por jo vetëm. Ndikon në ngarkesën fiziko-kimike që i jepet tokës, që është ngarkesa afatgjatë, por në afat shkurtër ndikon edhe qytetarin që konsumon konsumatori fundor. Produkte bio.